U rikthyem në studio dashur për biseduar mbi festivalin e këngës për fëmijë, i cili është mbar kombëtar. Flasim për Ylberin që besoj të gjithë ne e dim, e njohim dhe e duam, dhe për të biseduar mbi festivalin, të cili po ashtu televizioni Shenja dhe Era janë përkraja mediatike e festivalit, kam në studio profesorin Adem Ymeri, drejtor të festivalit. Përshëndetje, shumë kënaqësi t'ju kem sot në studio. Përshëndetje, përshëndes shikuesit juaj. I dua shumë, i dua. Ylberi po na shënon si vjet me këtë edicion 26 vite plot punë. Si e shohim gjithë këtë progres, gjithë këtë punë, 26 vite, besoj mundi madh, lodhje, përkushtim dhe ruajtje e një niveli dhe gjithmonë në ngritje, besoj për këngën për fëmijë. Tash jam bë, unë faktikisht tretën e regjish jam bë. Me Ylberin 26 herë. Do të thëmë që si fëmijë është, si fëmijë, se asë njerës kanë filluar në bëj festival për komercializmin, vetëm vërtet ne kemi pas munges për festivalit, dhe për para kemi pas një festival me televizion Era, tash Shenja dhe Era, që ka organizu televizioni Era, dhe unë kam qenë udhëheq artistik prej startit. Ajo ka qenë diku 93-4, mos jam gabim për vit. Kështu që kjo ka qenë vërtet diçka befasim për popullin shqiptar në Maqedoni, edhe jo vetëm Maqedoni, se Kosova ka pas probleme tjera, që kanë pas probleme dhe me shkollime, dhe me torturën apo. Kështu që vërtet ka qenë një befasim që televizioni Era privat që është, që të organizon një festival. Mbajtëm 2 vjetë me mua, kësi udhëheq, pastaj s'kemi pas marrëveshje të rregullta të diçka, pas disa vite, faktikisht deri dimishës unë vendosa që të marr unë përsipër të bëj një festival si profesionist, jo si komercialist, jo si materialist, se asnjëherë s'kam qenë, se unë kam qenë arsimtar në shkollën fillore, kështu që nuk e kuptojsha atë anën tjetër organizimit, por vetëm e kuptova që duhet këngë e bukur me qenë, fëmijët e mirë me qenë, talentum, dhe t'i japin diçka që të dëgjojnë edhe ata. Jo vetëm këngët ato që kanë mbetë prej para 50 vjetë, para 100 vjetë, 2-3 këngë që i përsëritshme në për shkolla, edhe kështu në për libra shkollore. Ishte kjo pikërisht ajo nisja apo motivimi që ju shtyu, ndoshta edhe ngritja e nivelit të këngës për fëmijë, po ashtu edhe prurjet e reja dhe le të themi edukimi i gjeneratave të reja me këngë jo komerciale, po me vlera muzikore. Po, kur flasim për vlerat edhe për këngët, normal se vitet si kalojnë edhe gjeneratat të reja, po kërkesat tjera, teknika e re, po përsërit, po vjen apo edhe normal që ne mundohemi maksimal që të shkojmë me trendin. Kur flas me trendin për muzikor flas, por edhe flasim edhe për tekstet, për të cilat i punojnë shkrimtarët, dashamirët e kulturës. Muzika, madje kryesore ka qenë që t'i zbulojmë edhe talentet. Ne s'ka qenë vetëm festivali Ylberi ai që vetëm i ka zbulu talentet, sigurisht kemi zbulu shumë. Por është puna ne në arsim kemi qenë, për kam qenë edhe une si një kohë në lidhën e pedagogëve të muzikës shqiptar, kam qenë në kryesi si majeri, për pastaj jam kryes sekretar, për 20 vite jam që fundit kam qenë kryetar. Tash penzion kam dali, kam lanë triver, njësojnë të vazhdojnë atë punën, ne të kontribojnë në lloj-lloj mënyra kur flasim për shkollim, për programet muzikore, për përparimin, se vërtet duhet në programet në arsim përpara me shiqu punët edhe të përcjellim edhe tanë botën, jo vetëm traditët tona, përveç traditët tona. E kjo ka qenë ajo që ne edhe sot, që sa vite me Ylberin, çdo vjet diçka ka risi, kur flasim të instrumentet muzikore, të teknika muzikore, se ka lloj-lloj zhanret muzike, ne shiqemi me pas motivet popullore, me pas motivet rock, blues, jazz, pa rap, fëmijët do njerë, pa tjetër, ajo e zbukuron në festivalin. Nëse kemi lloj-lloj zhanre, nëse janë të njëjta, nuk është interesant. Muzika dhe tekstet, hym pak më në detaje në këtë aspekt, muzika dhe teksti vinë nga vetë, le të themi, artistët, apo këngë që sjellin, apo vinë në bashkëpunim me festivalin? Se ne kemi traditë, traditën çdo herë përsëris kur jam në intervistë,
që tradita ne filluam pa me kuptu që Shkodra ka qenë vërtet tradita më e madhe dhe kulturës, edhe veçanërisht për festivalin e fëmijëve. Mos folim për këngët popullore dhe artistat popullor që i kanë pas. Atëre, kur kemi filluar këtu festivalin me TV Era, kanë kuptuar atje, sa kanë filluar një demokraci, ashtu me thojzës që thojshin që është demokraci, lirimi, një lloj lirimi i fjalës, atëre kanë kuptuar që kemi pas një festival këtu. Prej Shkodre kanë ardhur rastisht, kanë kuptuar edhe më kanë gjetur mua, edhe jemi lidh, ata kanë filluar me neve të bëjmë barkombëtar parin e festivalin. Edhe unë kam qenë përfaqësues festivalit, jo festivalit, po është Republikës e Maqedonisë dhe Kosovës. Përfaqësues për zgjedhjen kompozitorët që do të kompozojnë do këngë, 2-3 këngë prej Maqedonisë, 2-3 këngë prej Kosovës. Ashtu filloi edhe në Shkodër festivali barkombëtar, parinere. Edhe ne, normal, me automatizëm, unë me dimish, atëherë kemi nisë me herën televizion, për pastaj me Ilberin e vazhdova traditën barkombëtar festival. Qashtu që kemi ne kemi tash prej Kosovë disa këngë, prej Shqipërisë disa këngë, dhe prej Maqedonisë veçanërisht kemi normal më shumë. Kemi edhe nga Serbia, do njerë për shtet tjetër, por në gjuhën shqipe. Po, sepse festivali është në barkombëtar, gjithsesi unë mbaj mend që e vogël vetë kur kam qenë, që Ilberi njihet dhe njihet akoma faktikisht, jehon gjithandej nga të gjitha troje shqiptare, apo jo besoj ky ka qenë dhe misioni. Po, misioni i parë ka qenë ne të kemi këtu. Edhe Kosova që ka pas probleme, se Kosova ma herët ka pas akordet e Kosovës e kështu ma herët, por për shkak që të regun problemet trazira tjerët, atjerës kanë pas mundësi të organizojnë. Edhe kur filluam në festivalin Ilberi, unë kur kam filluam barkombëtar, dhe të besoni se ne kemi pas nga di festivali Ilberi. Për moshën deri në 9 vjetë, 15 vite kam bajt ashtu këtu në Shkup, në salën universale, pastaj edhe këtu në Teatrin Maqedonës. Kemi pas di festivalin nga 22-3 këngë, para me dani. Për dvegjëll, një ditë kemi pas një mbramje, 22-3 këngë, pastaj ne faktikisht ditën tjetër kemi pas 22-3 këngë për moshën deri 14 vjetë. Pse pikërisht kjo ndarje në mosha, apo pa më udhës për arsye të teksteve dhe llojet të muzikës? Ka pse, do të thotë për arsye se nuk atëherë kemi pas me çmime. Me çmime kemi pas edhe nuk mundem me konkuru një fëmijë 4 vjeçar ose 5 vjeç ose 6-7 me një fëmijë e cila është klase 7-8, e cila ka kaluar fazat edhe e cila këndon perfekt, këndon së mundu më garu me fëmijë. Madej edhe vetë përmbajtje e këngës të fëmijë e vogël me 5, me 7 vjetë, kur që këndon për kukull 5 vjeçar ose 4, atë tjetër adolescente në 13 vjetë, ajo këndon për simpati, nuk krahason atë, dhe kështu e kemi ndajt, por e kemi ndajt edhe çmime, kemi ndajt. Ato veç kanë pas çmime, kështu çmime. Të gjithë kanë pas ndonjë çmim. Rrallë dikush ka shpik këto si ne, në organizim në Ilberit, që si cila fëmija me del me do një çmim. Çfarë çmim kemi vendos lloj çmime, edhe në mbramin tjetër. Por tash risi ka që 5 vjetë, viti 6, që i kemi hek çmimet. S'ka më çmime Ilberi? Të gjithë janë fitimtar. Pse arsyeja? Apo thjesht doni që fëmijët të gjithë të ndihen fitimtar duke shprehur artin që sjellin në skenë? Arsyeja ju tregoj kështu praktikisht, ne jemi lidhur, bashkëpunojmë me festivalin Biljart Zlatna Slaveqe që kanë në Maqedoni, që ka 50 e disa vite. Në bised me organizatorët, atje me drejtori e kështu, nuk dua me na dhimbë të koka, non stop kemi pas probleme me çmime, intervenca, tjera punë. Edhe unë nuk vetëm jam interesu çfarë është vlena, jas vlena, ashtu, se ne kemi kuptuar që garuse, me që garuse. Por, kur e kam pa që pas festivalit të gjithë fëmijët janë gëzuar, të gjithë fëmijët po shoqërohen, socializohen, e kështu, me radhë, atëherë tash provoj edhe unë e kështu. A besoni që tash që fëmijët krejt kur mbarojnë festivalin të gjithë marrin Grand Prix Ilberit, Grand Prix, dhe shoh që po kënaqen, dalin të gjithë kur shkojnë në Gjakovë, si vini prej Gjakovës, Gjakovë shkon dhe ka marrë Grand Prix, ka marrë atë, të gjithë në të gëzohen. Kurse vlerat ato që kompozitorët, tekstshkruesit dhe orkestruesit. Vlerat mundin të tregojnë në YouTube, në një qesi në YouTube, i shpalim apo, edhe ata, sa ma shumë dikush që po qenë të gjonë, edhe ai mundin për 10 vite, 20-50 vite mu silë tje kanga që vlenë, e që është e bukur.
Edhe këtu ati të regonë fëmit edhe kompozitorët mund të tregojnë vërtet, ki kompozitor çfarë këngë ka bëjë kështu. Se njerët të dëgjohet në dyre në mbrëmje festivalit nuk mund vërtet si cili me veçu që kjo këngë pa tjetër është më e mira, më e bukur, në si cilën anë, për e analizohet ashtu. Fiks, me kalimin e kohës dhe fle në vesh ndrysha. Normal, 3 herë, 5 herë, pastaj që ashtu kjo është veshi njeriut. Si duket Ylberi nuk është vetëm festivali këngës, po krijon dhe socializim dhe shoqëri mes fëmijësh, besoj dhe kujtime që ngelen me ta gjatë gjithë jetës. Po, përveç asaj, shumë është interesant që tash flasim për 26 vite. Tash vinë nanat që e vinë fëmijën, që ka këndu të festivali në moshën 5 vjeçare. Keni përcjell gjenerata me generatat të tëra. Edhe plusat të tjerët më herët, prej 90-ës, po 93-ë dita atje kur kemi pas festival. Kështu që edhe kjo është emision mirë edhe se di, mendoj që ne mundohemi të bëjmë mirë. Ne organizator flasëm e tjertë në organizim që kemi. Ne kam producentin tash që kemi pas më herët tjertë edhe shumë studio për punojnë. E kam tash producentin shumë të mirë, muzikanti njohur Pleurat Gashi, edhe shoki ati partner që është Nusreti. Përveç atinve që bëjmë në këtë studio, ne kemi këngët për Tirane, kompozitor që njifemi personalisht, edhe unë di që ata kur më dërgojnë të unë këngë, di që është nivelli dhe s'kam që ka të bisedoj, jam i sigurt, ma ndje Shkodrës ose. Tash kësaj rrallët njoftoj opinionin që kemi për Tirane di këngë, kompozitorët janë të ndryshëm, njëni është e Shkodran, njëni është e Durrësit, pa ma dhe Korçës e kemi një këngë, e kemi edhe një këngë nga Elbasani, edhe fëmijën. Prej Kosovë kemi Raovecit, prej Prishtinës, di. Nga gjithandej. E tash, Macedonia, kemi edhe Bujanovë, Sërbi, kemi prej Sërbijës atë, prej, me thëmë Medvegjës, ose ku jemi shqiptar Preshevë, Bujanovca. Kemi edhe një fëmi Lugin e Preshevës, kemi një fëmi që di 3 vjetë këndonë. Muzika bukur është, nuk pengon kjo shumë e bukur është me violin. Edhe do të thëtë Bujanovc, ju thash Prishtinës edhe atje. Një këngë do të këndonë prej Zlato Staveqe ose Bilbiliart, një këngë do të në këndojnë ata në Gjukën Macedonase si Musafire, dhe ne japim kur kanë festival mas di jave, kur kanë me pas, ne japim një këngë në Gjukën Shqipe, që të regojmi që egzistojmi edhe ne, që egzistojnë edhe ata, që nuk kemi kundër gjuhëve, kundër tjera, që e dimi pse të regoj këto. Në ndij prezenton hapjen, prezenton përveç korit, që kemi korin e shkollës Ismail Qemali, që u të heq vajzë ime, zana ime eri pianiste, ajo të heq, falem i ndëroj drejtoreshës atje, që është Teuta Imeri atje, që në mundësona po që të ushtrojmi atje, pa penges. I kemi pa tjetër hapjen e festivalit Ilija Nikolovski Luj baleti profesional i fëmive, bashkëpunoj sa vite, me qëllime to, ka të e bëj marë graciozitetin edhe një loj si me që në vjenë, se edhe vetëm në tëja është teatri gracioz. Ashtu, ambienti vetë e kryon atë atmosferë. Që është i bukur që mund jo tash, shumë kohë ma herët, kam dëshirë pak artin muzikor klasikën edhe valset Vienës e kështu, dua pak edhe fëmijët e tonë përveç valleve populore, përveç këngëve populore, shoqatet kulturë artistike që kemi, unë e çdori për fili ato, gjashtë kësaj radhës nuk jam sigurt se do të janë, por graciozitetin kam pak më shumë dëshirë që fëmijët e tona të shohin që ekziston edhe diçka tjetër në botë. Graciozitet. Të të gjitha që po i përmëndim, do jenë prezente, do i shofim sot një javë, më thënë me datë 29 shtator, në ora 12 në teatrin Macedonas, te ure e gurit e Vardarit atje. Është stila i barok që e kanë po për vete, por ne pe shfridzojmi, normal e shfridzojmi, por dhe pagojmi. Do të me pagu, se nuk kanë mëshirë për fëmijë. Unë japi kritik, kam dëshirë kritik me dhanë. Kër është empitje fëmijë dhe festivalet e fëmijëve duhet çdo herë me si që ndryshe dhe me kontribu. Me institucione, më sfolje kështu. Pa marë pasi që organizon jo shteti, po organizon një njeri ose familja
ime, kështu me radhë shoqëria, unë i falenderoj prindërve se edhe ata po kontribojnë. Prindërit, ato që i marrin pjesë, ata investojnë faktikisht, investojnë të ai studiet, të tjetrit, kështu, edhe falenderoj atinve, por kanë etje, kanë dëshirë, s'kan ku me dalë fëmijët tona. Ne s'kemi shumë evenimente për fëmijë. Mirë që kemi këto të paktën. Këto skena që vazhdojnë me gjeneratat të tëra të na sjellin prurje nga më të ndryshmet, prurje kualitative flasim. Garanto, nuk ishte qenë e njohur përveç Shkodrës festivali i ditë. Pse Shkodra festivali, edhe unë e qëmoj si më i mirë festival në Evropë, më dhe të me qenë, se jam i sigurt. Edhe pse këndojnë, live këndojnë, edhe solistat e po, korin e kanë perfekt, korin është shtetëror, pse edhe ne asë modemi ne me pas shtetëror Shqip, por a interesohet dikush, asë kur si interesohet. A kemi profesionista? Kemi, zotë të tune, në duan dikush tjetër. Unë jam në largim. Sa pjesëmarrës do kemi si vjet dhe si qëndron niveli i interesimit le themi të pjesëmarrësve? Do të thotë asnjëherë s'kemi pas problem në Ilberi. Asnjëherë. Por ato kemi bajt di festivale ne. Po kam vendosur që viti 6, ndako që vetëm një festival me mbajt. Se ajo entuziazmi edhe dëshira t'i plotësoj prindërve që fëmijët të këndojnë, për ato kemi bajt di festivale. 5 vite kemi gjetë në sponsor vetë, prindërve nuk i kemi marrë finansa, vetë kemi investu në prejnë sponsorve, në prejnë institucionit ku kam kërkuar. Pas asaj, mande u desh pa tjetër se institucionet nuk në kam përkrabë, rasisht, Ministria e Kulturës shumë modest, mos foli, mos t'i përmeni cifrat, kështu që kemi bajtë nga di festivale përse ka qenë interesimi shumë i madhë. Jam garant që interesimi vazhdon. Ama une nuk munde me plëtsu. Se une duhet t'i mbajtë di festivale. Të mbajnë prej 4 vjetë dheri 9 vjetë, edhe më dhe prej 9 dheri 14 vjetë, duhet dimbramje. Dimbramje duhet pagohet teatri. Dhe çdo gjë tjetër. Edhe më dhe mundimi dhe këta nuk e ki më përkraje. Tash Ministri e Kulturës kësaj radhe, për fat që ndështë respekt ka pas në komision dikush prej tonëve shqiptarë, respekt ka pas për festivalin Ilberi Siu që keni pa dhe ajo ka pa, kush ka qenë në komision për shqiptarëve, edhe më ka befasu që pa kam përkrah ma mirë. Që me mujtë më bështet që me fillu festivalin. Si mos me qenë ajë përkrah e prej asaj, qyteti më ignoron 4 vjetë, komuna nisoj shumë vite fundit ignoron, njëre dire ka flasë komuna jonë, Shaqajri, ka kontribu djere, minimum mos të foli pa lidhje, edhe nuk i kuptoj ku është puna, ku është problemi. Kjo është puna, për ato nësë po mundemi t'i mbajmi di festivali. Nuk e shoh pse unë t'jam vetëm unë e baba i të gjithë dhe fëmijëve. Vërtejnë, kuptoni në çfarë mënyrë flas baba. Nuk mundi se unë kam edhe familjen, kam edhe nipa, dhe mbese unë do të me do për familjen. Gjithsesi jemi një javë, le të themi, para festivalit. Besoj përgatitje të gjithave se pothuajse jemi në përfundim dhe gjithçka është gati për me datë 29 shtator. Provat janë, po provojmë në shkollë atje, sot kanë pas provë, me korin dhe fëmijët janë pjekë. Kanë provu më pjekë, si me thënë atë më pjekë, me provu në skenë si është skena jo, në MNT. Për fatë këtë s'kemi shansë edhe tjetë bëjmë i provës, na japin një ditë provë të bëjmë, se duhet me pagu edhe ditën e provës, në MNT. Edhe provën generale s'kemi mundësi ta... Nuk ka shansë, nuk kemi shansë, që ashtu janë. Do të të provat janë në regull, kemi provat edhe nesër, pastaj përshkak vikendin, mësë e prishmi vikend familjeve, kështu, të hanën vazhdojmë, se ne provat e kemi që di javë kështu, me korin e me do fëmi. Për korin veshe i blemi, gjdo vjet i blemi veshe, jo mi ble kështu në pazar, në bit pazar, po i qepim dhe pagojmi. Ne personalisht i pagojmi, edhe i dhurojmi fëmive atje, plus i dhajmi këni bilet fëmive atje me korit, këngëtarve nga di bileta gratis i kam, se ti tash munde me përmend t'i falenderoj apo sponsorëve, medial normal, 21 do të përcjell me ju, po bashkëpunoj pra për vitin e ri keni me pas programin për Ilberit, të t'i japi fëmijë.
dhe Alsati dhe Nacional që sigurisht do t'jam edhe mosafir kështu, i faleminderoj pak interes që kanë, dikush ma shumë, dikush ma pak, kurse sponsori medial general është 21, se ata gjirojnë. Gazetat, Koha edhe lajme ato i kemi. Tjera sponsor ProPoint është që flerat ose programet mi boton, plakatet, ato ftese dhe tjera ata sponsori kam, janë pala tjetër Macedonas, por kuptojnë kulturën e faleminderoj shumë pa dhe qëka tjetër ati. Ministria është e kryesore për mua, se kësaj rale, se jo çdo herë kësaj rale, s'kam tjetër sponsor përveç fondacionin e Maliqi, nisoj faleminderit aq, sa është e faleminderit ati, Ladna është ujnë, abin njëmi shishe për fmit pinë të ujnë, Ladna apo për ujë. Besoj që gjithë se cilin nga pak atë rolin e vetë edhe në fund nga del këj produkti final. Po, del, aqa, duhet ma mirë me qenë. Më do me thonë se për cilësinë që e tregu, cilësia ne mundohem i cilësi, por sa finansisht nuk mërzitesh si organizator, kur për kran ose është kryesor komuna, ose qyteti, ose shteti mbi, atje dhe thot ti s'kish ka të mëzirësh krija të kretë obligime ti për finansës s'kim nevoj më. A ne në qatë vite me vrapu nuk shkon ajo për ti kërkojsh veçanërisht e këto afaristat e biznismena. Tonë shqiptarë, se s'ki të drejtë, nëse do në dimon, nëse do në s'dimon. Ata veçanërisht din me ndimon kër e ka fëmijën e vetë, shumica. Kër e ka fëmijën e vetë, atër është pak galanta, po. Kër se ka fëmijën, mo asë njef. Ashtu është edhe ata e din. Unë uroj që kjo të ndryshoj edhe Ylberit na vazhdoj me plot suksesi gjithmonë dhe me përkrajen që i duhet dhe e meriton. Po ashtu dhe të falenderoj juve shumë që keni gjetë kohë dhe mundësi sot jeni me mua, vërtet kënaqësi që ju kisha në studio. Faleminderit për ftesë, jeni mirë se ardhur, edhe do të ndajemi për ju, do të kuptohemi. Përshëndes shikuesit juaj, shpresoj që si kemi nisë me mua ma herët, deri jam i gjallë, pastaj ne të vazhdojnë e të tjerë pas me. Edhe ju prapë ti ju thjesht një kështu edhe ti ndihmoni në për mediumet. Me shumë kënaqësi dhe ju falenderoj përsëri. Faleminderit. Të dashur, si që cekëm, Ylberi mbahet me datë 29 shtator në ora 12 në Teatrin Popullor Maqedonas. Uroj që gjithë secilit të gjeni kohë, të shkoni dhe ta shijoni si gjithmonë festivalin më të këndshëm dhe mbar kombëtar të këngës për fëmijë që përcolli gjenerata të tëra me radhë. Kaq dhe për sot, unë ju uroj një pasditë sa më të këndshme, ne rishihemi sërish të premte në të njëjtën orë. Mirëmbëjtje. Të dashur fëmijë, të dashur ardashës të këngës për fëmijë, po vjen këtë vit edicioni 26 i Festivalit të këngës për fëmijë Ylberi 2025. Tash 26 vite festojmë e këndojmë me më të dashurit tanë. Të mërkurën 29 tetor, ora 12. Vendi, Teatri Popullor i Maqedonisë së Veriut, Shkup. Ju mirëpresim.